Përshëndetje muzikal të interes kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë video e cila fokusin e ka tek mbrojtja e Interit dhe situata e Interit dhe calciomercato, le të themi. Kjo video merr shkas pikërisht nga intervista e Kivut post Manchester City Inter miqësorja, ku ai deklaroi se e sheh Carlos Augusto më mirë dhe më shumë e sheh si një mbrojtës, pra në treshe, sesa në peshe, pra lojtari i fashës së majt. Pra praktikisht jemi në situatën ku kemi 6 mbrojtësa qendror, duke konsideruar edhe Carlos Augusto si mbrojtës. Nëse i numërojmë Carlos Augusto, Akanji, Bastoni, kemi Pavard gjithashtu, kemi Bisek gjithashtu dhe John Stones, blerja më e fundit. Pra kemi 6 mbrojtësa. Dhe çfarë ndodh me situatën? Është e vërtetë që Interi ka arritur një akord me Tottenham për Romeron, 35 milionë euro plus 5 bonus. Gjithashtu ka edhe një marrëveshje me lojtarin, me Romeron, për një pagë 6 milionë euro. Ai ka pranuar që të vi tek Interi me të njëjtën pagë që merr tek Tottenham, por paradoksalisht është pikërisht Benjamin Pavard ai që po e bllokon ardhjen e Romeros, sepse normalisht në momentin që ti ke numerikisht 6 mbrojtësa, pra 3 titullar dhe 3 rezerva, është absurde që ti të marrësh një të shtatë pa më njanuar gjithë aftësinë dhe të gjithë potencialin e Romeros. Unë personalisht jam i mendimit që të jepet Pavard edhe një shans, sepse sido që të jetë, dhe këtu nuk është se vërtet vjen nga një sezon jo i mirë me Marseille-n, por gjithsesi mbetet një lojtar me potencial, një lojtar me eksperiencë, një lojtar i cili nëse integrohet sërish në grup është një vlerë e shtuar. Prandaj unë jam i mendimit që ndoshta më mirë ato 40 milionë euro të investohen pikërisht aty ku e kemi mungesën, pra në fashën e djathtë, ku ajo është pika kryesore nevralgjike, le të themi, se sa të shpenzohen për Romeron, pavarësisht se është një lojtar shumë i fortë. Në të njëjtën kohë, pra marr shkas nga deklarata e Kivut, na duhen të dy fashat, si ajo e majta, ashtu edhe e djathta për shfash titullare. Pra jemi në këtë situatë. Interi është i gatshëm të shpenzojë 40 milionë euro, është arritur akordi si me Tottenham si me lojtarin Romero, por është pikërisht Pavard. Nëse Pavard nuk ikën, shanset që Romero të vishet zikalter janë pothuajse zero. Në të njëjtën kohë, siç e thash, do isha shumë i lumtur që të plotësojmë pikërisht atë repart ku momentalisht kemi mungesë, që është fasha e djathtë. Nuk e di, më lini mendimin tuaj, nëse do ishi dakord që të largoj Pavard, por duke marrë parasysh që nuk po vjen asnjë ofertë edhe për Pavard. Inter ka fiksuar çmimin 15 milionë euro dhe ende nuk ka një ofertë. Deri në fund merkatos do shihet, por në të njëjtën kohë edhe Romero është një lojtar i cili ka treg, ka merkato, ka kërkesa, kështu që nuk është se edhe koha të premton apo ai do të presi pafundësisht. Pikërisht kjo ishte tema që doja të prekja. Në videot të tjera do të flasim edhe për mes fushën, për goditjet. Ajo që unë konsideroj një nga blerjet, le të themi, lëvizjet më të mirat mes fushës është pikërisht Stanković. Do bëj një video më vete për Stanković. Nuk e di, më lini mendimin tuaj pikërisht për këtë temë që thash. Ju përshëndes.